Kete ftoft bia ime, a? Pak, baba. Ani. Ngroj dur se edhe nata është e ftoft. Duhet të them se edhe Muhamedi pati jetë, edhe pati të ftoft. Atë natë kur Hatixha e mbuloj, po masi kalu në ato të dridhura. Unë ngrit edhe bisedoj me bashkëshortën e tij Hatixhën dhe i tregoj se çka kishte ngjarë në shpellin Hira. Ajo si grua mençur, si grua e pasur, i dha kuraje Muhamedit dhe i tha, mos u trondit. Zoti e ka dërguar me laçën dhe ka dhënë një detyrë të rëndë, të cilën duhet ta përcjellësh diturinë të njerëzimi. Po, pas një kohë, i tha do të shkojmë të vizitojmë një afër timin. Edhe u ngritën të dy dhe shkuan të një kushëri i Hatixhës, me emrin Vereka i Neofelit. Vereka ishte një plak i verbër, një plak që kishte kaluar shumë vite jetë, mirë po gjatë jetës së tij ai kishte studiuar libra të shenjtë, kishte lexuar dhe pak ishte i mërzitur me sjelljet e arabëve, të cilët ishin idhujtar. U largu prej tyne dhe ju afru një feje tjetër që atëherë nuk ishte aq e përhapur, po ishte feja e krishterë. Hatixha i tha kushëririt e vet se çka i kishte ngjarë. Çka i kishte ngjarë Muhamedit te shpella Hira. Vereka tha, për atë që e ka në dorë shpirtin tim, me laçja më e madhe ju pas ka drejtuar Muhamedit dhe ky qenë ka profeti i fundit, të cilin e përmendin edhe librat e shenjtë, se me laçet e tilla kanë biseduar edhe me Musën, edhe me Isën. Unë ngrit nga dal në këmbë dhe e puthi Muhamedin në ballë dhe juroj për atë që kishte marrë nga me laçja porosin që të përparonte njerëzimin e tij. Po, ai me përvojën e madhe, si plak i verbër, i tha, Muhamet, më duhet të them edhe do fjalë. Ty do të përgënjeshtrojnë, ty do të luftojnë, ty çka s'do të bëjnë të tjerat, dhe do ta kesh shumë të vështirë. Hatixha e falenderoi plakun Vereka dhe u ngritën duke e përshëndetur dhe po kthehen në shtëpi. Gjatë rrugës, Muhameti po mendonte fjalët e Verekës. Do të përgënjeshtrojnë o Muhamet. Mendoj se Vereka i kishte thënë, kush do të mbroj, kush do të vërtetoj
për gënjeshtrimit. Muhamet do të luftojnë. Atëherë Muhameti përsëri mendoi. A thua kush do të më ndrojë? Mirë po, kur vajte në shtëpi, Hatixha i tha të uroj për misionin që Perëndia të ka zgjedhur ty profet. Ngriti duart nga qielli dhe tha: La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah. Pra, i tha se ka vetëm një Zot dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Dhe kështu ajo e pranoi e para fen islame. Për këtë Muhamedi u gëzua shumë, se përveç që kishte thënë vesës së tij se s'ka tjetër vetëm një Zot, dhe ai është që ka krijuar njerëzimin, ka krijuar diellin, ka krijuar hënën, ka krijuar yt, ka krijuar tokën dhe gjitha të mirat të cilat i gëzojnë. Dhe njeriu i dytë që pranoi Islamin është shoku i tij, vërzhniku i Muhamedit, Ebu Bekri. Ebu Bekri erdhi dhe Muhamedi i tregoi se çka kishte ngjarë të shpella hira. Edhe ai e pranoi me gjithë qejf Islamin. Njeriu tjetër që e pranoi Islamin edhe ishte shërbëtori i Muhamedit, Zeidi. Edhe ai e dinte se Muhamedi ishte njeri besnik, njeri i fjalës, jo gënjeshtar, morali i tij ishte i lartë, kështu që me gjithë zemër tha: La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah. Njeriu tjetër që e pranoi Islamin ishte Aliu i vogël. Edhe ai ishte kështu sa mosha jote, ende pa i bo 12 vjet. Mirë po, Aliu kur hyri një ditë në dhomë, e pa Hatixhen, e pa Muhamedin se si përkuleshin drejt Qabës. Edhe i pyeti: çka po bëni? Tha: po i përkulemi Zotit i cili është një. Aliu i vogël vërtet nuk kuptonte se kishte parë babën e tij, kishte parë arabët tjerë se si adhuronin idhujt afër Qabës, figurat pa shpirt, figurat pa zë. Muhamedi tha Alis se kam pas dëshirë edhe ty që po të rritim që edhe ti ta pranosh Islam. Kur po mendon se kjo vepra jonë që po bëjmë qenë ka mirë. Tha: mu po më pëlqen, po megjithatë më duhet ta pyes babën, Ebu Talibi. Atëherë Muhamedi vërtet u dëshpërua. E kishte pas ndërmend që vetë bisedonte me Ebu Talibin rreth këtyre që kishin ngjarë, rreth Melaqës. Po,
Alevi I vogël tham duhet këshilloha me babajin. Erdhi nata dhe ranë gjumë. Natën e bëri jo të mirë, Alevi I vogël. Disa herë u zun nga gjumi I trembur. Mendoj në mëngjes se që mendoj dhe shkoj te Muhamedi. I tha, kam menduar gjatë, edhe si I vogël, e kishte mençurinë t'i thoshte Muhamedit se si mu kujtua se im atë nuk është këshilluar me Perëndin kur m'ka lindur mua. Pra, edhe unë nuk do të këshillohem me te, se nuk kam kurfar obligimi, por jam këshilluar me veten time dhe besoj në një Zot. Muhamedi u gëzu shumë dhe prej asaj dite Aliu asnjëherë nuk është trembur nga rruga e tij, po gjithnjë I ka shërbyer Islam. Kështu pra bia ime, oj Fatime, Muhamedi alayhis salam pati njerëzit e tij që e përkrahen në rrugën e tij, që Perëndia kishte ngarkuar me misionin e shenjtë, dhe këta ishin Hatixha, Zejdi, shërptori, Ebu Bekri, po edhe Aliu. Detyra e tyre ishte që të mbindin edhe njerëzit tjerë. Bile Ebu Bekri filloi të bisedoj me shumë shokë të tij, me shumë miq të tij që ta pranonin fenë islame. Mbi të gjitha bija ime, duhet ta përsëritësh fjalën me mua la ilahe illallah. Hajde. La ilahe illallah. Muhammeden Rasulullah. Pra, Zoti është një dhe Muhamedi është robi I tij. Këta pra janë besimtarët e parë të fesë islame. Zoti qoftë me ta dhe me ne.